Ky është një projekt në vazhdën e shumë projekteve ku ti ke marrë pjesë, Margent. I tham disa, jo seriali hot, seriali fundit një që ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Po dhe filmat e tjerë Falco, pak më herët, duke 2018-2019, ke marrë pjesë në shumë projekte. Si ndihesh? A je i lodhur? Të them asnjëherë në botë. Kjo është për një që dhe. Asnjëherë në botë. Jo, a ka më shumë? Të them të drejtën, unë sa më shumë punoj, aq më shumë çplodhem. Okej, kjo tregon pasioni për kushtimin tim. Është vërtet. Për atë zgjedhjen që folëm në fillim. Edhe shqyr që janë bërë projekte dhe kemi marrë pjesë. Si po këtë famën e Nietzsches po e shijon në çike? Të them të drejtën, tani që dhe mbaroj seriali po. Mua më pëlqen shumë ta them sukses. Them të drejtën, nuk më pëlqen fama, më pëlqen suksesi te puna. Okej? Do thonë, unë dua suksesin. Kur një gjë që publiku e dëshiron, e do shumë atë lloj filmi, seriali, unë jam super i lumtur. Sa për famë nuk ka nevojë. Jemi të gjithë të famshëm me njëri tjetrin. Mos themi që edhe ne këtu, ne mund të jemi kushërinë të 3 të 4 me njëri tjetrin. Ne jemi të famshëm, ne jemi familje e gjithë. Gjendje civile. Ne jemi familje. Po ti se ma mirë për shembull këtu të kishte bërë pemën familjare. Po patjetër. Prandaj unë e besoj në këtë lloj forme që unë vuaj, domethënë për të arritur suksesin. Dua të bëj suksesin në punën time. Okej. Kaq vetëm të suksesit. Edhe besoj se të paktën e ke arritur, po flas në kuptimin vizual, pra çfarë shofun si projekte. Po, patjetër shqyr që kemi arritur dhe besoj që do bëjmë edhe shumë të tjera, shumë. Megjithëse fjala je duke punuar për një projekt, po them të ardhshëm, dikuj është shprehur që do të marrësh pjesë edhe në seriale të tjera në të ardhmen, po nuk e zbuluar më shumë se kaq. Jo, nuk kam zbuluar sepse ne do kemi edhe një turne sa i përket filmit. Po, me qira fjala tani filmi se ne ikëm, u morëm me Margenti, Margenti është pjesë e Luli dhe Goni Lemes. Do të shfaqet në Cineplex duke nisur nga pas nesër dhe ku do të vazhdoj? Pastaj do vazhdoj në Kosovë, vazhdoj në Kosovë dhe pastaj do kemi turne në gjithë Evropën, në qytetet kryesore të Evropës. Pastaj do kemi në Amerikë dhe në Kanada. O sa bukur. Po, dhe kjo do marrë. Kështu që i bëjmë thirrje ambasadës amerikane kur të vi Margenti aty për të marrë vizën, jepjani. I bëjmë thirrje. Është çështje kulturore. Në datën 16 prill kam pjesën. I bëjmë thirrje ambasadës amerikane, jepi vetë ato vizat, mos vim ne. Bëjmë shaka. Po, me këtë që the sa të vetëm atje refuzim. As mos u fut fare. Jo. E të rreq vetëm që Margenti dhe i gjithë kasti i mrekullueshëm i filmit të shkojnë të takojnë shqiptarët në Amerikë dhe ta prezantojnë filmin se sa mirë është kur prezantojnë produkte shqiptare. Patjetër. E meritoni që ta merrni atë vizën për mua, kështu që kjo nuk Faleminderit shumë, edhe ne mezi po presim takojmë shqiptarët jo vetëm në Amerikë, po edhe në Evropë. Të shkojmë, kemi Zvicrën, kemi Austrinë, Gjermaninë, Italinë, Greqinë, gjithë andej anë banku janë shqiptarë, shqyqyr që kemi shumë shqiptarë në gjithë botën. Dhe shqyqyr që produktet shqiptare po. Patjetër, shqyqyr dhe produktet që po i mbështesin edhe shqiptarët. Kjo është gjë e mirë. Produktet shqiptare, filma shqiptarë, se fundi është prodhimi jon, Është prodhimi jon.